Ajo që u gjetë brenda hapësirës së ngarkesës së këtij kamioni tronditi botën në më shumë se një mënyrë. Shoferi i tij i zakonshëm dhe i pavetëdijshëm për gjithçka, po transportonte diçka pa e ditur fare se çfarë po çonte nga pika A në pikën B. Por kur një aksident i vogël rrugor bëri që kamioni të përmbysej dhe të derdhte gjithë përmbajtjen e tij, nuk kishte më kthim pas. Aksidenti që i ndryshoi jetën Lukut ndodhi të mërkurën në mbrëmje. Ai po drejtonte kamionin e tij në një rrugë anësore të autostradës 251 dhe ishte praktikisht i vetmi mjet në qarkullim. Zakonisht ishte qetësi këtu në këto orë, por papritur nga askundi, një dre u hodh në asfalt. Luku e pa drerin me shpejtësi, por koha e reagimit ishte ende tepër e shkurtër për ta shmangur plotësisht situatën. Ai donte me çdo kusht të mos e godiste kafshën, ndaj e tërhoqi fort timonin majtas. Dreri u shmang, por kamioni nuk pati të njëjtin fat. Luku humbi kontrollin dhe kamioni u anua rrezikshëm. Para se Luku ta kuptonte plotësisht çfarë po ndodhte, kamioni ishte përplasur tashmë në asfalt me një zhurmë të fortë. Për fat mirë, pjesa tjetër e rrugës ishte bosh, sepse ky aksident mund të kishte përfunduar shumë më keq. Luku doli nga kabina duke u mbajtur, duke rënkuar nga dhimbjet, dhe pikërisht atëherë pa. Automjeti i tij nuk kishte rënë thjesht anash, përplasja kishte bërë që pjesa e sipërme e kamionit të hapej dhe bashkë me të e gjithë ngarkesa u derdh në autostradë. Objekte ishin shpërndar gjithandej rrugës dhe një pjesë e madhe e gjelbrimit pranë autostradës ishte mbuluar gjithashtu. Luku tundi kokën disa herë për të rifituar fokusin pas aksidentit, pastaj filloi të ecte drejt përmbajtjes misterioze të kamionit të tij. Çfarë është kjo? Përshpëritja ime vete, ndërsa u gjend mes një fushe me topa blu dhe të bardhë që mbulonin gjithë autostradën. Luku ishte i lumtur që kamioni i tij nuk kishte goditur asnjë makinë tjetër, por rezultati përfundimtar e kishte lënë të hutuar dhe të tronditur. Ishte kjo ajo që po çonte drejt qytetit, dhe më e rëndësishmja, pse po e çonte këtë? Luku mendoi për momentin e ngarkimit të kamionit më herët atë ditë, i cili kishte qenë tashmë mjaft i çuditshëm. Zakonisht Luku ishte përgjegjës për gjithë procesin e transportit. Kjo do të thoshte se ai ngarkonte vetë mallrat, i çonte në destinacion dhe i shkarkonte atje. Ai gjithmonë dinte çdo detaj të produktit që po transportonte. Por kur mbritja të mëngjes, punëtorët ishin tashmë aty për të marrë gjithçka në dorë. Luku firmosi disa letra dhe më pas e gjithë pjesa e ngarkimit u hoq nga duart e tij. Ai u dërgua në një zyrë në anën tjetër të pronësisë, ku duhej të priste derisa ata të mbaronin. Ishte e zakonshme. Kur Luku pyeti për këtë, i thanë të mos shqetësohej. Sipas tyre, nuk ishte puna e tij të dinte më shumë. Luku nuk e mendoi gjatë. Ai ishte i kënaqur me ndihmën dhe e pak të Tom si një pushim të mirëpritur pas disa ditësh të lodhshme drejtimi. Por tani, duke parë ngarkesën blu dhe të bardhë të derdhur në rrugë, gjithçka nuk ndihej më e drejtë. Luku fërku shpinën e tij të dhembur ndërsa ul në gjunjë pranë njërës prej topave blu dhe të bardhë. Nga larg, ata dukeshin si topa rugby, jo profesionist, por ata lloj topash me të cilët luan në plazh. Të gjithë ishin në madhësi të ndryshme, por kishin të njëjtin model ngjyrash. Luku mori njërin prej tyre në dorë, por sapo e pa nga afër, kuptoi se nuk kishte as pak një top rugby. Ishte një lloj letre mbështjellëse që mbulonte një paketë të fortë brenda. Ai filloi ta shqyhente dhe ta çante shtresën e jashtme, por pikërisht në atë moment, një tingull u dëgjua në distancë. Para se të zbulonte çfarë fshihej brenda, Luku u kthye pas dhe pa dritat e zbehta të një makine që po afrohej me shpejtësi drejt vendodhjes së tij. Dritat u bën gjithnjë më të mëdha, duke treguar se makina po vinte me shpejtësi të madhe. Makinat që lëviznin shpejt nuk ishin të pazakonta në autostradë, por shumë shpejt Luku do ta kuptonte se kjo makinë ishte aty për të, dhe vetëm për të. Pas disa sekondash të tjera, ai pa më në fund gjithë makinën. Ishte një SUV i madh, i zi, me xhama të errët. Ajo ngadalsoi ndërsa po i afrohej dhe më pas u ndal pranë kamionit të përmbysur. Nga makina doli një burr i veshur me kostum të errët. Pamja e tij e bëri Lukën nervoz, dhe ky burr misterioz dhe friksues nuk ishte i vetmi që mbërrithi. Brenda pak minutash, kamioni i Lukut u rrethua nga të paktën 10 makina të tjera me të njëjtin dizajn. Burrat brenda tyre dolën dhe ju afruan Lukut pa thënë asnjë fjalë në fillim. "Çfarë po ndodh?" pyeti Luku me zërin që i dridhej. Shumica e burrave nuk ju përgjigjen pyetjes së tij. Ata thjesht qëndronin aty, si personazhe të një loje video të ngrirë, pa jetë, derisa njëri prej burrave me kostum të errët doli përpara. Ai shpjegoi se ishin oficer policie dhe madje i tregoi një stem për ta vërtetuar këtë.
Ju lutemi, largohuni nga kamioni, zotri. Sipas nesh, vendi i aksidentit nuk është i sigurt. Lukut ju kërkua të mbante një distancë të madhe nga automjeti. A keni ndonjë mik që mund t'ju çojë në shtëpi? Nuk lejohet të qëndroni më këtu. E gjithë skena i dukej e çuditshme dhe konfuze, por Luku pranoi. Kamioni i tij nuk do të lëvizte nga aty dhe ai duhej të largohej nga autostrada. Me hezitim, ai e thirri mikun e tij, Stevenin, që të vinte ta merrte. Steven i pranoi, por oficerët kishin vendosur autoritetin e tyre edhe para se Luku të mbyllte telefonin. Ata vazhdonin ta shtynten Lukën më larg, duke i përsëritur kërkesën për distancë. Kur Steven i mbërriti me makinën e tij, Luku ishte më shumë se 300 metra larg kamionit. Burrat me kostum të errët kishin vendosur shirita të verdhë rreth zonës dhe mbulnin me nxitim topat blu dhe të bardhë. Ishte një pamje e çuditshme, por askush nuk mund ta kishte imagjinuar atë që do të ndodhte më pas. "Çfarë po ndodh?" pyeti Steveni shokun e tij shofer. Por Luku ju përgjigj njësoj siç ja kishte thënë vetes gjithkohën. "Nuk e di vlla, por duket shumë e rëndësishme. Hajde të shkojmë te makina jote shpejt." Steveni pa fytyrën e Lukut dhe kuptoi se ai po fshishte diçka. Pse duhej të largoheshin kaq shpejt? Luku e mbylli shpejt derën e makinës së mikut të tij dhe pikërisht atëherë i tregoi arsyen pse ishte kaq i nxituar. Një topzi vetëm blu dhe i bardhë kishte rrokullisur poshtë rrugës dhe kishte përfunduar në një hendek, rreth 300 metra larg vendit të aksidentit. Dhe Luku e mbante atë në dorë pikërisht tani. Ishte shumë joshse për të mos e marrë. Me burrat me kostum që ruanin kamionin e tij si skifter, kjo ishte e vetmja mundësi për të marrë disa përgjigje. Luku e vendosi topin në sedilen e pasme pranë tij dhe i tha mikut të tij të nisej menjëherë. "Do ta zbulojmë se çfarë po ndodh bashk, sapo të shkojmë në shtëpi." Ishte koha që ata të merrnin pak kontroll mbi situatën. Luku shkoi drejt kuzhinës dhe e vendosi topin që i ngjante një topi rugby mbi banak. Më pas, hapi një nga sirtarët dhe mori një thik të mpreft. Të dy burrat shikonin njëri tjetrin, duke hezituar dhe duke e sfiduar njëri tjetrin se kush do ta hapte objektin misterioz. "Mos u kalo friksak, ti e ai që e more." Ishin fjalët e fundit të Stevenit për ta bindur Lukën që ta bënte vet. Luku pranoi dhe përdori thikën e madhe të kuzhinës për të çarë mbështjellsen e jashtme të topit. Shtresat blu dhe të bardha filluan të zhvishen ngadalë, ndërsa duart e Lukës dridheshin. Ishte si një qep me shumë shtresa, ku çdo shtresë e hequr zbulonte një mbështjellje mbrojtëse. Çfarëdo që të ishte, ata e kishin dashur ta mbanin të sigurt me çdo kusht. Pas rreth 5 minuta shprerjesh të kujdesshme, përmbajtja e brendshme u zbulua më në fund. Të dy burrat u zbehën menjëherë. "Ti po transportoje këtë dhe nuk e dije fare?" pyeti Steveni duke e parë shokun e tij me mosbesim. Luku vetëm tunte kokën, ndërsa djersa i rrithte në ball. Po ta kishte ditur, ai nuk do ta kishte vendosur kurrë firmën e tij mbi ato dokumenta transporti atë mëngjes. Sipas mikut të tij, kishte vetëm një gjë që mund të bënin tani: të telefononin policinë. Por para se Steveni të kishte mundësi të zgjaste dorën drejt telefonit, Luku e ndaloi. "Jo," tha ai me zë nervoz, "ata burra në autostradë u paraqitën si policë, po sikur ta kontrollojnë policinë, ose po sikur të jenë vërtet policët, ndoshta gjithçka është e korruptuar. Çfarëdo që të jetë, nëse i thrasim, ata do ta dinë menjëherë ku jemi dhe do të na gjejnë." Duhej të kishte një mënyrë tjetër. Dhe pikërisht atëherë, shoferit të zgjuar të kamionit i erdhi një ide. Dokumentat e transportit. Gjëja që ai e kishte penduar më shumë që i kishte firmosur atë mëngjes, tani ishte e vetmja cop letre që mund t'i ndihmonte. Këto raporte gjithmonë inklunin adresat e ngarkimit dhe shkarkimit, për arsye transporti dhe GPS-i. Pra, nëse ata e dinin se ku duhet të shkonte kamioni, atëherë ndoshta mund të parashikonin se ku do të shkonte më pas. Luku vrapoi drejt palltos së tij dhe futi dorën në xhepin e krahacirit. "Ja ku janë," tha me entuziazëm të pastër. Luku e shtriu letrën mbi banakun e kuzhinës dhe tregoi me gisht destinacionin përfundimtar të udhëtimit të tij. "Atje duhet të shkojmë, duhet të kapim prova për atë që po ndodh atje." Reagimi i Stevenit ishte nervoz, por ai nuk mund ta njohonte se kjo ishte zgjidhja që kishim. Nëse policia nuk do t'i ndihmonte, atëherë ata duhet të bënin diçka vetë. Të
Të dy burrat hipën sërish në makinën e Stevenit dhe u nisën drejt adresës sa më shpejt që mundën. Gjatë udhëtimit në autostradë, ata kaluan sërish pranë vendit të aksidentit. Gjithçka ishte pastruar plotësisht. Çdo shenjë e kamionit të Lukus ishte zhdukur. Pas rreth një ore udhëtim, të dy arritën në destinacionin që tregonte GPS-i dhe aty menjëherë gjetën atë që po kërkonin. Luku tregoi me gisht: "Ja ku është kamioni im." Kamioni i tij qëndronte i parkuar pranë një magazine të vjetër. Luku njohu menjëherë disa nga burrat që qëndronin pranë tij. Ishin të njëjtët burra me kostum që e kishin larguar nga kamioni më herët. Këta burra ishin vigjilent dhe dukshëm të trajnuar, ndaj Luku dhe Steveni duhej të ishin shumë të kujdesshëm. Ata e parkonin makinën rreth qoshes dhe vëzhgonin nga një distancë e sigurt. "Ja, prap janë topat e blu dhe të bardhë," tha Luku me zë të ulët. Ai dhe Steveni panë se si topat nxirreshin nga kamioni dhe çoheshin brenda magazinës. Një nga burrat me kostum skanonte vazhdimisht zonën, duke u siguruar që të mos kishte ndërhyrës, por kjo nuk do ta ndalte Lukën. Ai nxori telefonin dhe filloi të bënte fotografi të procesit të shkarkimit, dhe më pas shkoi edhe më tej. Ndërsa disa nga rojet kthyen shpinën, Luku bëri një lëvizje të guximshme dhe ju afrua edhe më shumë ndërtesës. Ai donte fotografi më të qarta. Tani ishte vetëm rreth 9 metra larg hyrjes së magazinës, por kjo ishte një gabim. Luku e kuptoi menjëherë që kishte bërë gabim, nuk kishte kohë për ta korrigjuar. Para se të mund të lëvizte qoftë edhe një hap, ai u rrethua nga punonjës me kostum. Ata e kapën për jag dhe shumë shpejt gjetën edhe Stevenin, i cili ishte fshehur pas një peme pak më larg. Ata u zbuluan. Të tmerrsuar nga pasojat, të dy u tërhoqën zvarr në brenda ndërtesës dhe ulën me forcë në disa karrige druri. Të dy spionët e friksuar shikonin përreth me nervozizëm, duke u përpjekur të kuptonin se ku kishin përfunduar. Pjesa më e madhe e magazinës dukej bosh, përveç një cepi ku ata ishin ulur, i cili dukej pothuajse si një laborator. "Na falni, kemi bërë një gabim," bërtiti Steveni në panik të plot, por ashtu si në autostradë, burrat nuk reaguan. Pak më vonë, një burr i veshur me një mantel të bardhë laboratori hyri në dhomë. Ai u ndal përballë Lukus dhe Stevenit dhe i pyeti se kush ishin dhe pse ndodheshin aty. Para se të përgjigjej, Luku e analizoi burrin. Në kontrast me burrat me kostum, ky njeri dukej ndryshe. Ai nuk kishte të njëjtën shprehje të ashpër në fytyrë, përkundrazi dukej i qetë dhe i përmbajtur, madje disi miqësor. Zëri i tij ishte i butë dhe i qetë, dhe kjo e bindi Lukun të bashkëpunonte. "Emri im është Luku," tha ai. "Unë jam shoferi origjinal i atij kamioni që është jashtë." Pas këtij prezantimi të thjeshtë, Luku e spjegoi të gjithë rrugën që i kishte sjell deri në këtë situatë. Ai tregoi gjithçka, duke ditur se fshehja e së vërtetës ishte e pakuptimtë në këtë pikë. Ata ishin në mëshirën e tyre, dhe vetëm e vërteta mund t'i spetonte. Steveni u zemërua menjëherë kur dëgjoi Lukën duke treguar gjithçka. "Pse po a tregon të gjitha?" shpërtheu ai. "A nuk e kupton që po e përfshin edhe jetën time? Unë isha mirë para se të më telefonoje sot. Tani nuk jam më aq i sigurt." Burri me mantelin e bardhë ndërhyri menjëherë dhe i qetësoi të dy. "Asgjë nuk do t'ju ndodh," i siguroi ai. "Por duhet ju pyes pse keni vjedhur njërin nga paketat tona blu dhe të bardha." Sytë e Stevenit i luteshin Lukës të mos përgjigjej, por edhe këtë herë Luku besoi se e vërteka ishte rruga e vetme. Burri me mantelin e bardhë i kërkoi Lukës të shtrinte dorën dhe i tregonte objektin. Ai e dinte që Luku e kishte sjell me vete, dhe ashtu ishte. Kur Luku hapi pëllëmbën, burri e mori objektin dhe i vendosi të dy mbi një tavolinë metalike mes tyre. Një tingull metalik u dëgjua kur objektet goditën tavolinën. Fytyrat e Lukës dhe Stevenit u zbehën përsëri. Përpara tyre ndodheshin një numër i madh shiringash dhe një qese me pilula. "Çfarë është kjo? Janë drogë? Çfarë është ky vend? A jeni kriminal?" Pyetjet shpërthyen nga goja e Lukës njëra pas tjetrës. Burri me mantelin e bardhë qeshi lehtë. "Ke pjesërisht të drejtë," tha ai. "Emri im është David Larson. Unë jam kimist. Këto objekte janë të lidhura me Barna, por nuk ka asgjë të paligjshme këtu." Doktor Larsoni i ftoi të dy të ngriheshin dhe i udhëhoqi përmes laboratorit. Ai shpjegoi se punonte për qeverinë dhe se në këtë laborator të fshehtë zhvillonin lloje të neja ilaçesh për shumë sëmundje. Shiringat dhe pilulat ishin vetëm disa nga përbërësit që u nevojiteshin për prodhimin e këtyre barnave.
Këta përbërës transportoheshin çdo ditë nëpër vend me kamion të pa identifikuar, si ai i Lukës. Ngarkesa duhet të mbahej sekret, sepse përbërësit ishin jashtëzakonisht të shtrenjtë dhe një objektiv shumë i kërkuar për tregun e zi. Një top i vetëm vlen më shumë se $10.000, shpjegoi Dr. Lersoni. Kjo është arsyeja pse i fshehim në këta topa blu dhe të bardhë, duke i bërë të duken si lodra të zakonshme plazhi. Edhe shoferit i mbajmë në errësirë. Sa më pak njerëz ta dinë, aq më mirë. Por tani që Luku e dinte të vërtetën, kishte mbetur vetëm një gjë për t'u bërë. Dhe kjo, sipas Dr. Lersonit, mund të sillte edhe disa mundësi. Dr. Lersoni i buzëqeshi Lukës dhe i ofroi një punë aty për aty. Ti do të bëhesh transportuesin ton zyrtar. Ai shpjegoi se Luku do të punonte drejt për qeverinë, duhej të mbante sekret këtë operacion dhe të ndalonte së punuari për punëdhënësin e mëparshëm. Kjo nuk ishte problem për Lukun. Ai ishte pronar i kamionit të tij dhe punonte si i pavarur për kompani të ndryshme. Tani ai duhet të fokusohej vetëm në një të vetme. Luku firmosi kontratën dhe Steven i premtoi se do ta ruante sekretin. Që nga ajo ditë, Luku transportoi ilaçe nëpër gjithë vendin, duke ndjemuar në zhvillimin e barnave që ndryshojnë jetën e njerëzve.